muzikën rap, konkretisht me Unikatilin, i cili është një nga reperët më të famshëm, po madje ka një muzikë goxha të dhunshme. Edhe as pak euroatlantike, mund thosha unë për shembull, për të bërë një oponencë. Si i shikoni këto deklarata në distancë? Fillimisht përfillojmë ju zoti Koduzi dhe pastaj Mermali. Muzikë rap, doktor, po ja kthej pak unë, pastaj po të le që të flasësh për anën politike. Dakor. Për Unikatilin, për muzikën rap, e ke shumë gabim që ai ka tekste të cilat janë shumë të dhunshme. Në fakt duhet kuptojmë që në gjithë këto vite, Edi Rama, Erion Velia i kanë promovuar në televizionet prime time-et Noizin me muzikë 100 kile e bardha jeshile me muska hile, kanë promovuar një reper i cili tregon se si ai ka rritur nga çunat e Londrës me 30 vjet është bërë i pasur, ku në anën tjetër po dëgjosh këngët e Unikatilit, të cilat për pjesës së hip-hopit që është revolt, por ka dhe tekste të cilat janë edukative. Kjo është e vërtetë dhe filozofike. Janë tekste që i flasin shoqërisë. Tupaku ka qenë hip-hopist dhe ka qenë reperi i cili në fakt bahet në gjithë botën për tekstet e tij. Si për këngën që i ka kushtuar nënës, si për këngën Ndryshimi, Change dhe po kjo puna e gjumit, më fal, kjo puna e gjumit, pse përdoret, vazhdon të përdoret akoma, domethënë, sepse ka qenë një nga sulmet më të ashpra që është bërë zoti Basha. Pjesa që fle. Ç'lidhje ka kjo pjesa e gjumit? Si e cilëson ti Ermal si ekspert komunikimi? Jo, të them dhe kaq. Sepse shikoj ai vazhdon akoma thot zgjimi i lulit. Po, sepse Rama ka qëllim që nëpërmjet tretit të thashë themeve ta godasë figurën e Lulzim Bashës, se nuk ka çfarë t'i thot. Nuk i thot dot që ti je i korruptuar, nuk i thot dot më ti je peng, nuk i thot dot më që ti nuk e mbështet drejtësinë, nuk i vë dot epitet dhe nuk bën dot krahasimin siç e bënë me Berishën e Metën që vinte veten e vet dhe këta dy se shiqyr zotit Basha është më i pashëm se Rama. Dhe në këtë pjesë çfarë ka gjetur? Nuk ka gjetur fabulën e gjumit. Kush e njeh Lulzim Bashën e di shumë mirë që Lulzim Basha zgjohet që në orët e para të mëngjesit dhe fle vonë, gati po të komunikosh me zotin Basha të vi përgjigje në orën 3 të mëngjesit. Tani, e gjithë kjo pushtet tash e theme që kërkon të ngrejë Rama, është vetëm për ta goditur Lulzim Bashën sepse e di shumë mirë që në arenën ndërkombëtare, nëse Lulzim Basha do kishte kaq të këqia sa to të Rama, së bashku me pushtetin e thashetemeve që i vinë si këpuca e gjitur dhe e kupton shumë mirë ti marsit, nuk do të ishte një politikan i besueshëm. Ka bërë 2 vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm gati për punë 3 muaj. Para se t'ja fjalën gazet, Edi Rama i kundërpërgjigjet po prap me një këngë të Unikatilit në cilën teksti dëgohet dhe i thotë a de provoje do, sa herë ki provu ki dështu. Dhe i thot, ti sa herë ki dalë me mua në zgjedhje, ke humbur. Dhe ja ta them si e ka dështuar Marsit, sepse ka përdorur me Gonigalin, sepse në zgjedhjet e bashkisë Lulzim Basha e mundi, kur e provoi ky tek për tek, po kur i bëj Edi Ramës, edhe bashkëpunëtor Ilir Meta, dhe i bëj gjithë sistemi bashkëpunëtor, normale do e mund të Lulzim Bashën, sepse në politikë flitet sjellësh moral. Në qoftë se ti drejtësinë e ke cop në 2013, 2017, 2017, 2021, në qoftë se ti merr krimin dhe llumin, i ngre në piedestal dhe i bën kryetar bashkie dhe deputet, në qoftë se ti merr një prej njerëzve i cili ka dëmtuar më shumë Partinë Demokratike dhe Demokratët, rasti Ilir Metës, që nga bloku i famshëm dhe 21 janari që më pas Sali Berisha nuk e la Ilir Metën ta linë tipe të përballin me drejtësinë, po e marrin mbi supe. Dhe sot po e vuajnë demokratët mbajtjen mbi supe të Ilir Metës. Dhe gjitha këto panorama, si që të le doktori mos flas shumë se me Ilir Metën kap edhe nervi. Po të them, është si gjithë një mekanizëm i cili, nëse ne flasim për politikë, nuk është i kuptueshëm dhe nuk është ligjor. Po të shikojmë spaku po nxjerr lakuriq. Edi Rama ti marri ato paketa që ka lënë Lulzim Basha, sepse duket se puni mund ta ketë keq Marsit, duke qenë se gjithë bashkëpunëtorët i ka pasekurave. Sot ka një përgjigje para shqiptarëve se është korrupsioni dhe janë lekët e shqiptarëve të cilët janë vjedhur, nuk janë asgjë tjetër. Zoti Koduzi, për korrupsion
caktuar këtij vendi. E qartë normal. Zoti Koduzi, duket sikur kryefjala e fushatës negative, pra asaj të sulmi ndaj kundërshtarit do jetë ku të metën shokët. Shiko, ju pyetët pak më parë ku është qytetari. Dhe 77-313. Këto të dyja. Ato mesazhe të goditura sepse sot problemi kryesor i Shqipërisë është korrupsioni. Po. Pra pse është problem korrupsioni? Sepse korrupsioni gryen shpresën, gryen të ardhurat, gryen shtetin dhe shkatron të ardhmen. Po. Dakor? Dhe zoti Basha në mesazhet që i thotë Ramës se ku i ke shokët e tu, pra me ato të cilët ti ke vjedhur, me ato të cilët ti ke marrë zgjedhjet. Pra, po them, zotja Meta ishte mastermindi pranë mas përdorimit të pareve në 2021 për tërmetin. Tigri. Zoti Beqi ishte mastermindi mas dhënies së lekëve nëpërmjet koncesioneve. Zoti Çyrbja ishte mastermindi apo e ushtari atyre të cilët bën vota dhe nxorrën Ramën deputet, sepse Rama ishte i fundit nëse mani mend i dal në qarkun e Durrësit. Zoti Koka, i cili mori vota nga votat e veta që ishin që mbështesë LSI-n atë çoi ke zoti Rama, pra dhe i ka kontribuar në nxjerrjen e Ramës deputet. Prapë dhe ai është në burg. Pra të gjithë këto persona, pjesë e ekipit të janë burg dhe nuk ka shanse, dhe me të drejtë thot, nuk ka shanse që të ndodhë gjithë ky korrupsion pa e ditur ai. Por kushdo që jeton në Shqipëri e di që zoti Rama merret me çdo detaj dhe ke një leje ndërtimi që jep. Dhe jo me detajet e koncesioneve apo të shumave me dhjetra, qindra miliona euro. Absolutisht, ai është kapo banda. Ai është kapo banda e këtyre që janë në burg. Çështja është, a ka filluar që në një nga këto ushtarët e tij të bëhet pentito? Ka dhënë 3-4 intervista zoti Ahmetaj, po vetëm ka çuar mesazhe të koduara mbase. Po. Zoti Veliaj, a do flasi dikush tjetër apo kanë frikë të flasin sepse mund të ndodhi ndonjë gjë në burg? Edhe kjo është interesante si situatë sepse të risjedhe njërë në vëmendje pjesën ku i thotë që do shkri me 7 breza, unë nuk mendoj që është person i cili rrezikohet, po është person madje që i rrezikon të tjerët. Sidomos ato direktivat për sulme ndaj prokurorëve. Pra unë i shikoj më tepër nëse do i marrim në këtë lloj premise, dy klane që përplasen doktor. Velia është klan tjetër, Rama është klan tjetër, ndajnë interesat personale, kriminale duke vjedhur shtetin, po nuk i shikoj si një më të rrezikshëm më pak se tjetri. Ti kthehemi pak historisë në lidhja midis Ramës dhe Veliajt. O Veliaj kur ka qenë drejtuesi i projektit Mjaft, ka qenë po themi ushtari i Ramës për të luftuar kundër Nanos. Dhe nga 2002-2003 deri në 2005 protestat e Mjaft dhe Veliajt i mbushte Partia Demokratike. Po e ka deklaruar këtë gjë zoti Sali Berisha. Po. Tani ne unë kam qenë kryetar forumi, na jepej urdhë do të shojmë 10-15 vjet të rinj, ka një protestë. Po. Dhe ka qenë protesta opozitare, pra ju përkonin interesat dhe këtu s'ka pasur asgjë të gabuar. Problemi është sot, se në atë kohë keni qenë në rregull. Dhe sot Velia është fuqizuar sepse është, le të themi, një kryeminist i dytë Shqipëri. Është kryetari i Bashkisë së Tiranës. Po. Është se ti je një kryeminist i dytë, sepse Tirana është 850.000 banor. Vetëm një pyetje të lutem, doktor. Mos thuaj vallë se Sali Berisha kishte folur për dashuri midis Ramës dhe Bashës, por vallë mos ka pasur në mendje dashurinë e vet për Veliajn, duke qenë se pas ka filluar si një dashuri e fshet dhe tashmë që nga bërë publike kur ka deklaruar një nga gazetarë që i ka parë në restorantin që ju thatë Shkëlzenit me Erionin dhe Çimin. Në Illuminati mullet, por përveç kësaj mos harroni që zoti Berisha e ka deklaruar live televizion që me stari i tij, që sipas ai nuk e përmendi, po i tha gazetarëve ai që mendoni ju, që është zoti Peka, që është komshi i zot Veliaj, merrte mesazhe nga Veliaj ke zoti Berisha. Po. Pra, bashkëpunimi i tyre nuk ka filluar në 2002-2003, por ka vazhduar, nuk ka përfunduar ndonjëherë. Dhe ju e dini fare mirë që familjarët e tij marrin leje nëpërmjet prestanomet leje ndërtimi në Tiranë. Pra, ky bashkëpunim është i hapur dhe zoti Berisha përdor një gjuhë distopike, tamam si George Orwelli, ke 1984. Po. Ai thot në televizion për ty ato gjëra që bën vet. E qartë. Pra, nëse thot diçka për Lulbashën, atë e bën vet. Nëse thot diçka për Edi Ramën, atë e bën vet.
Dhe më lejo të them këtu një intermezzo, Po. e skizmi që u bë kene, ne jo vetëm u ndam nga zoti Berisha dhe shumë tjerë, po ne u ndam nga berishizmi, mentaliteti i berishizmit i ngulitur në atë Parti Demokratike. Pra prej 30 e ca vitesh që ku ka qenë ai lider. Pra kjo është një nga arritjet kryesore që ne kemi si forcë politike. Dhe tashmë jemi, se në pyetja që pak më parë, jemi të lirshëm nga çdo gjë, Po. kemi ngarkesa negative në shpatulla të personaton, shikose, e lista juaj ka persona që ka qenë ministri i brendshëm, apo ka qenë zëvendës ministri i ekonomisë, apo ka qenë në këtë pozicion dhe ka marrë kaq lekë, ka bërë kaq, ka bërë të dëme qytetarëve dhe demokratëve. Jo. E lista jonë janë të gjithë persona të shtresës mesme që janë të suksesshëm profesionet tyre dhe duan të kontribuojnë nëpërmjet fytyrës tyre dhe aftësive tyre profesionale në komunitet për ta bërë këtë vend sa më të mirë, sa më të pranueshëm, sa më të jetueshëm. E kuptova dhe e thatë shumë qartë. Dhe kur më pyetët se çfarë ka për qytetarët, është përveç luftës kundër korrupsionit, Po. ka dhe program politik. Dhe jemi vetëm forcë politike që vjet 1 qershor kemi prezantuar një program politik, edhe pjesë e saj është dhe program